Jemi sërish së bashku dhe jam këtu së bashku me specializantën e psikiatrisë, doktoresh Behije Nuhi, për të folur së bashku për anktin modern. Pse jemi më të lodhur se kur? Pa dallim grup moshës, pa dallim stilit të jetesës, të gjithë e kemi një gjë të përbashkët. Jemi gjatë gjithë kohës të lodhur, na mundon diçka, jemi në ankt, kemi sikletet tona. Kështu që pse ndodh kjo dhe si mundet ndoshta ta trajtojmë ne veten ton apo dhe kur është momenti për të kërkuar ndihmë dhe tek profesionistët. Ju faleminderit që jeni pjesë e emisionit ton sot. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta përsëri. Është kënaqësi e jona. Ne në fakt kemi bërë një intervistë së bashku, një bisedë së bashku para disa kohësh dhe atëherë keni qenë në rolin e vullnetares së Kryqit të Kuq. Po, ishte rasti pas fatkeqësisë në Koçani, edhe kishim një intervistë për rolin e ndihmës së parë gjatë rasteve të tilla, sidomos trajtimin e djegjeve. Shpresoj që për të tilla raste të mos kemi më biseda, por gjithsesi jemi në një emision shëndetësor dhe do flasim për shëndetin dhe as më tepër në shëndetin mendor që do i dedikohemi sot. Meqense jemi tek kjo pjesa e vullnetarizmit te Kryqi i Kuq, sa ndihmon dhe Kryqi i Kuq apo dhe roli juaj edhe atje në ndihmësinë e njerëzve sa i përket shëndetit mendor. Edhe atëherë mbaj mend se kemi përmendur se është një pjesë shumë e rëndësishme, sidomos gjatë pas fatkeqësive apo jo domosdoshmërisht duhet të ndodhë ndonjë fatkeqësi, por edhe në rastet kur ne kemi një shqetësim shëndetësor, qoftë ne vetë apo qoftë një i afërm i joni, na duhet gjithmonë ajo mbështetja psikologjike nga një profesionist. Pra, lidhet në shumë aspekte dhe pse sipas meje mendoj se nuk folet mjaftueshëm. Puna vullnetare është e mirëseardhur gjithmonë, sidomos në qoftë se është një punë e cila të plotëson edhe të ndihmon që të zhvillohesh edhe profesionalisht, mirë po edhe si njeri vullnetarizmi është punë shumë e mirë, edhe gjithmonë i preferoj edhe tek të rinjët që mos të rinë kot, mos të rinë në përjetës sociale, po të punojnë ndonjë punë, ta plotësojnë kohën me ndonjë aktivitet i cili të themi u merr mend, edhe nuk mendojnë vetëm se të bëjnë scrolling në përjetës sociale, po të jenë edhe profitabil edhe të jenë produktiv. A ndihmon Kryqi i Kuq në atë aspektin e shëndetit mendor? Sepse gjithmonë Kryqin e Kuq e shohim vetëm në këtë pjesën vullnetare, ndihmon në raste ekstreme. Ka edhe pjesën për këshillime psikologjike, funksionon edhe si qendër speciale e Kryqit Kuq, këshillime psikologjike, dhe funksionon shumë mirë. Ka aktivitetet ndryshme në shkollat mesme, ka edhe me profesionistë të fushës e kështu me radhë. Duke qenë se jemi në muajin maj, edhe përgjatë këtij muaji besoj se edhe ju e keni diskutuar shpesh edhe me kolegë, por edhe me qytetarë të thjeshtë, se meqense është muaj për ndërgjegjësimin e shëndetit mendor, mendoj se keni marrë shumë pyetje gjatë këtij muaji. Patjetër. Sa janë të vetëdijshëm njerëzit për kujdesin ndaj shëndetit të tyre mendor, jo vetëm profesionistët, por edhe njerëzit e thjeshtë? Fatmirësisht mund të themi se vetëdia është ngritur, mirë po nga ana tjetër edhe shkalla e depresionit edhe anktit është në rritje. Ekspozimi ndaj informacioneve, dëgjimi podcasteve, emisioneve të tilla ndoshta ka bërë që popullata jonë të vetëdijsohet, mirë po prapse kërkimi i ndihmës në kohë është i vonuar. Gjithmonë individet kërkojnë ndihmë veç se më kur janë në fazë të rëndë, të anktit ose të depresionit ose çrregullimeve tjera mendore, edhe më kur nuk janë funksional. Që duhet të ndodhe kundërta, ndihmë duhet të kërkohet posa personit të vëren simptomat e anktit ose depresionit, ma vonë do të mirë fillim të gjitha një nga një. Patjetër. Përmendet që në fillim se është më mirë të bësh në një punë vullnetare për shembull, se sa të bësh atë scrolling që sidomos te grup moshat e reja, por jo vetëm duhet thënë, është kaq e pranishme në jetën e përditshme. Sa mendoni se ndikon vëshmëria jonë ndaj teknologjisë pikërisht në shfaqjen e anktit dhe as më tepër në këtë ankthi modern, duke qenë se teknologjia ditët e sotme është e zhvilluar kaq sa është? Definitivisht mund të quajmë ankth modern, për shkak se këto simptoma shfaqen posa një person të futet në përjetës sociale, të sheh postimet e shokëve, miqve, kolegëve të punës, se sa të suksesshëm janë, si po thojnë, si jeta e tyre me partnerin është aq perfekte, edhe fillon kompeticioni, fillon krahasimi, pse unë nuk kam një jetë të tillë, a jam unë aq i pavlefshëm, e fillojnë këto simptomat e ankthit, humbet vetbesimi, pastaj fillon ajo ndjenja e krahasimit, vetvlerësimi, një ndjenjë edhe nëse postohet diçka në rrjetet sociale, ajo kërkon një feedback apo
të rinjët i numrojnë sa like kanë, sa followers kanë, sa komente kanë, edhe janë gjithmonë në atë alertin e pritshmërisë se çka po ndodh, sa jam unë i suksesshëm, sa unë po pëlqejem nga të pranishme që janë nëpër rrjetet sociale. Është një problem shumë i madh. Pse kemi kaq të rëndësishme që të pëlqejemi nga të tjerët? Është ajo ndjenja e validimit. Nëse nuk validohemi nga shoqëria, atëherë neve konsiderojmë veten si të pavlefshëm. Vetëm njerëzit që punojnë në vete edhe që kanë vetbesimin në rregull, nuk e kanë dert të themi se a kanë ndonjë like në postimet e tyre, sidomos personat e tillë që nuk merren fare me rrjetet sociale, as nuk kanë rrjetet sociale, as nuk kanë profile në rrjetet sociale, dhe kjo është për të përshëndetur, sinqerisht. Në këtë kohë sot është janë më të mbrojtur edhe nga çrregullimet e sistemit e sëmundjeve mendore. A mund të çojë një varfëmëri e tillë që duket si normale, duket si rutinore tek të gjithë, e bëjnë të gjithë, nuk është më diçka për t'u habitur. A mund të çojë deri tek një sëmundje psikiatrike? Po, patjetër. Të cilat, për shembull? Përveç ankthit të depresionit, të cilat i përmendëm edhe më herët, të cilat janë në vazhdimsi duke i përdorur rrjetet sociale, mirë po në moment që një individ ndërpren rrjetet sociale, i mungon vetë prania e telefonit në dorë, që do të thotë ai ka shkaktuar edhe varfëmëri nga teknologjia, jo vetëm nga rrjetet sociale, dhe është për të hulumtu edhe për të trajtu kjo temë shumë më seriozisht sa që e mendojmë neve. Mirë po, ende edhe pse jemi në një kohë kaq të përparuar, kemi të gjithë të mirat, le të themi, një gjë që ende nuk ka përparuar fare, ose ka përparuar deri diku tani, mos e bëjmë aq keq, është kjo ideja, stigma e të shkuarit në psikolog apo dhe në psikiatër në ato raste kur është e nevojshme. Sa mendoni se është e pranishme në kohën në të cilën jemi duke folur? E përmendet edhe vetë, rrjetet sociale kanë edhe anën pozitive, mirë po të shkuarit në psikiatër ose në psikolog tek popullata jonë ende është stigme madhe, stigmë nga paragjykimi, faktikisht ato kanë frikë nga paragjykimi për shkak se nëse një individ shkon në psikiatër, konsiderohet se është i dobët ose konsiderohet se është i çmendur, që nuk ka lidhje as me njërin as me tjetër, duhet një guxim për të biseduar me psikolog ose psikiatër. Edhe pse thash, është në reduktim, mirë po prapë edukimi emocional në popullatën tonë është shumë i vogël. A vërehet një interes për të shkuar tek psikologët e psikiatri tek të rinjt sot, ose ky ndryshim ka filluar nga të rinjt, por ndoshta është zhvilluar edhe tek grupmoshat e tjera? Tek të rinjt ka filluar në këtë periudhë, domethënë tek ta të rinj që kemi në kohët e sotme, për shkak se janë të ekspozuar përsëri me rrjetet sociale, aty flitet edhe për shoh shumë influencer që flasin edhe për problemet e veta mendore që i kanë. Pastaj është një farë mbështetje edhe një farë krahasimi, edhe në qoftë se ai kërkon ndihmë që është një influencer i cili ka shumë followers, nëse nuk paragjykohet ai, pse të paragjykohem unë. Thash ka filluar të reduktohet stigma, me po prapë duhet edhe një mbështetje familjare, edhe paragjykimi në përgjithësi të ulet, të flitet më hapur për shëndetin mendor. Është njësoj si ta ruajmë shëndetin mendor, është njësoj si ta ruajmë shëndetin somatik. Do të thotë është mirëqenie e plot në qoftë se jemi edhe të shëndosh mendor edhe shëndetin fizik. Fundja është edhe definimi i shëndetit homeostazës ose mirëqenies, po. Meqense përmendet influencerat, më intereson shumë se çfarë mendimi keni ju si profesionist të fushës kur influencerat po mundohen në thojza që të marrin punën tuaj, pra prezantohen sikur të jenë psikolog, psikiatër, japin këshilla të cilat ndoshta edhe nuk u takojnë, por që ndjekësit e tyre i marrin për të mirëqenat dhe fillojnë t'i zbatojnë. Realisht më pengon shumë një qasje e tillë nga influencer të tillë të cilët nuk janë profesionistë dhe japin këshilla, edhe siç e the, popullata jonë i marrin si të mirëqenë, për shkak se ato nuk e dinë nëse është i sertifikuar për të folur për atë temë ose është një profesionist i fushës, edhe mendoj se dëmi që mund ta bëjnë është i madh. Prandaj duhet të cenzurohen, edhe në qoftë se kanë punën e vet le ta bëjnë, mirë po ma pak të flitet nga jo profesionist për tema të prekshme. Ka filluar tashmë në disa shtete që të ndalohet dhe prezantimi, dhe t'ju vënë taksa, dhe t'ju vënë dhe gjoba në qoftë se paraqiten si profesionistë dhe nuk janë të diplomuar apo certifikuar. Hap për të përshëndet, definitivisht. Më në fund. Duhet ta marrim edhe atë model edhe neve.
Ne jetojmë në një kohë kur jemi kaq të lidhur me teknologjinë sepse kemi të gjitha mjetet e teknologjisë. Kemi celularat më të fundit, kemi tableta, kemi laptop, pra kemi çdo mënyrë të mundshme për të qasur ndaj teknologjisë. Por jemi në një kohë ku jemi më mirë ndoshta më materialisht, por jemi më keq emocionalisht? Po, definitivisht po. Më vjen keq që e thatë këtë po pa hezituar. Po, e ka mendu shumë ma gjatë, e ka mendu edhe periudhën kohore kur unë kam qenë adoleshente, edhe e krahasoj periudhën kohore kur ta shoh adoleshent, se sa kanë ma shumë kriza psiqike, probleme emocionale, se sa gjenerata ime. Edhe pse kanë shumë ma shumë kushte, edhe sociale, edhe ekonomike, mirë po në prapë krahasimi me çrregullimet emocionale që po ndikojnë teknologjia, është shumë ma i madh. Ekspozimi i tepërt të informacioneve është mbi ngarkesë për trunin, pastaj truni është i bëm që të fokusohet në një vend. Fatkeqësisht celularët nëpër shkolla i defokusojnë nxënësit që ta përcjellin mësimin siç duhet, mesazhet e kështu me radhë do të ndikojnë negativisht, edhe pse thash e kanë dobinë e vet, mirë po përdorimi i tepërt shihet edhe rezultati se në çfarë periudhe po jetojnë adoleshentët tanë. E vërejmë një fenomen të tillë qoftë tek adoleshentët, qoftë tek më të rriturit, që e përdorin këtë termin ankth për çdo gjendje, për të përshkruar çdo gjendje të tyre emocionale, qoftë ajo ankth ose jo. Çfarë është një ankth? Çfarë është një atak ankthi? Dhe si mund ta definojmë dhe si mund ta dallojë njerëzit nëse me të vërtetë kanë ankth ose është një gjendje tjetër për të cilën duhet që të marrin trajtimin e nevojshëm tek profesionistët, e këtë do të theksojmë shumë përgjatë këtij emisioni. Patjetër, realisht ankthi si simptom është simptom fiziologjik ndaj stresit. Një tjetër definicion i ankthit është frikë nga e panjohura. Llogaritet fiziologjik derisa nuk bën që individi të jetë jo funksional. Në qoftë se zgjat një periudhë kohore ma shumë se një javë ose një muaj, në qoftë se e pengon në funksionimin normal, në relatat sociale, familjare e kështu me radhë, në pjesën kognitive, pjesën emocionale, atëherë themi se kemi një çrregullim të ankthit, jo veç një simptom të ankthit. Simptomat të ankthit janë shqetësim, tension muskulor, një frikë pa shpjegueshme, pa arsye, pastaj rrahje të shpejta të zemrës, çrregullim të frymarrjes, dridhje trupore, djersitje, çrregullim në gjumë. Ata persona janë irritabil, do të thotë nervozohen shumë shpejt, pagjumësia është shumë e theksuar, e kështu me radhë. Edhe gjithë kjo i bën këta individ që t'jenë jo funksional në përditshmëri. Çfarë ndodh atëherë kur këto simptoma zgjasin më tepër se 1-2 javë, zgjasin me muaj të tëra ndoshta? Kërkimi i ndihmës profesionale është i patjetërsueshëm. Ankthi menaxhohet lehtë, mund të ndikojë psikoterapia në raste ekstreme, tek sulmet e panikut, ku ato janë pak me intensitet pak më të lartë, kur njeriu mendon se po vdes, ka frikë nga vdekja, i duket se gjithçka po përfundon, edhe rrethonat rreth personit janë jo reale, atëherë edhe trajtimi medikamentoz është i patjetërsueshëm, për një kohë caktuar. Mandej kemi edhe teknikat cilat ndihmojnë që të ulet intensiteti i ankthit, për shembull teknikat e frymarrjes, pastaj ndryshimi i rutinës ditore, aktivitete fizike, ndryshimi i të ushqyerit, të bëhet një balans mes punës, mes kohës së lirë tek studentët, edhe orët e mësimit, për shkak se kanë filluar simptomat e ankthit edhe bile dhe sindroma burnout ka ra shumë më poshtë. Në qoftë se një periudhë më të lashtë është paraqitet tek grup moshat më të shtyme, tashti po paraqitet edhe tek studentët, po paraqitet edhe tek nxënësit. A është ky faj në thojza i njerëzve, i nxënësve, studentëve, punëtorëve, ose është edhe pak faj i vetë sistemi dhe mënyrës së funksionimit të gjërave? Unë mendoj se është edhe i sistemit, ka presion për arritje profesionale, pastaj krahasimi, edhe rrjetet sociale, edhe gjithë këto kanë bërë që të shfaqen simptomat edhe të thellohen simptomat. Mendoj se gabim është dikun në sistemin, pse e ndjej se nxënësit edhe studentët kanë shumë presion për të edukuar profesionalisht, kurse koha është e pamjaftueshme.
Po çfarë është ajo që ne thjesht e quajmë është thjesht stres? Do kaloje. Stresi është përditshmëri, neve me stres zgjohemi me stres. E kemi normalizuar, ma e kemi pjesë tonën. Stresi është çdo situatë e cila shkakton një ndjenjë shqetësimi. Edhe neve me stres realisht zgjohemi. Në qoftë se nuk e kemi rregullu rroba se çfarë do të veshimi, i hapim dollapet, nuk i gjejmë, edhe ajo është stres. Po janë strese të vogla. Edhe menaxhimi bëhet duke e anashkalu, edhe duke gjetë një zgjidhje, po mirë po në qoftë se janë strese më të mëdha, edhe ndikojnë edhe në gjendjen emocionale, në gjendjen fizike, atëherë është një stres kronik i cili ndikon edhe çon deri tek paraqitja edhe të simptomeve të ankthit, edhe simptomeve depresive, bile ndonjëherë edhe të dyja së bashku. Shumë rrallë kemi në praktik individi i cili ka vetë simptomat të ankthit ose vetë simptomat të depresionit, gjithmonë shkojnë bashkë. Çfarë i bën stresi trurit? Mbi ngarkesa emocionale, stresi i vazhdueshëm sjell deri tek pagjumësia, zvogëlimi i apetitit, izolimi, mosbalancimi mes punës edhe kohës së lirë, do të thotë bën një disbalans. Disbalans pastaj bën edhe disbalans të neurotransmiterëve, edhe këtu fillon rritja e disa neurotransmiterëve, ulja e disa të tjerëve, të cilët kanë mandej pasojat e veta edhe paraqitja e ankthit edhe depresionit. Përmendet pagjumësinë, dhe ne gjithmonë gjumin e lidhim me lodhjen ose me çlodhjen. Por ne çuditërisht flim edhe 8 nëntor, 10 orë në njerë, por sërish zgjohemi të lodhur. Pse ndodh kjo? Ka lidhje edhe kjo me... Kjo është pikërisht gjendje e stresit kronik. Edhe shumë pacient kur vinë tek neve thotë doktoresh, unë fle i lodhur, zgjohem edhe më i lodhur. Do të thotë organizmi është me një alert, truri nuk e lejon të qetësohet edhe të pushoj, për shkak se është i mbi ngarkuar. Edhe këta persona mandej edhe prej pagjumësisë janë më irritabil, paraqitet nervozizëm, nuk mund të fokusohen në punë, nuk janë produktiv, performanca në përgjithësi e këtyre personave ulet edhe mandej bën edhe jo funksional. Besoj se kjo e vështirësonte më tepër gjendjen e tyre, meqense flenë të lodhur, zgjohen të lodhur dhe shumica vendosin që të flejnë shumë pak. Thonë, sido qoftë, nuk është që po më ndihmon, kështu që më mirë po rri... Definitivisht një rreth padalje. Kështu që besoj se kjo është një problematik e kohëve moderne. Definitivist po. Përmendat që më herët lidhshmërinë mes ankthit dhe depresionit dhe jo të gjithë e dallojnë. Çfarë është depresioni dhe si e dallon? Si dallohet nga ankthi? Depresioni është një gjendje e vazhdueshme e humorit të ulët, pagjumësisë, mungesë e motivimit, mungesë e iniciativës, në ndjenje boshllëkut, diçka që më herët disa persona i ka bërë të lumtur ndonjë aktivitet, më kur e bën atë aktivitet nuk ndjen as kënaqësi, as lumturi, izolim social, këta persona nuk kanë dëshirë të rinë në prezencën e më shumë personave, këto janë shenjat të depresionit. Humori i ulët zakonisht lidhet me humorin e zvogëluar, mirë po edhe këto simptomat tjera që i përmenda janë shenjat e depresionit. Kemi filluar që ta përdorim dhe në fjalor, jam depresiv sot, ose moti që ka depresiv. Zakonisht moti depresiv lidhet kur është i vrenjtur ose kur po bie shi. Definitivisht shumica e njerëzve jemi homeopat, jemi të lidhur me teopat, jemi të lidhur me temperaturën edhe me kohën, edhe sinqerisht ndikon. Dielli llogaritet si antidepresiv natyral. Kur është koha me diell, të gjithë kemi një farë qefi që të dalim dikun edhe ta shijojmë, por kur është koha shi, të bën vetë që të ndihesh pak më i izoluar, pak më i lodhur, është një kohë shumë e përshtatshme për të flejtë edhe për të pushuar. Po është më depresive definitivisht. Pra nuk gabojmë nëse e përdorim si. Nuk gabojmë asesi. Çfarë e dallon depresionin nga ankthi? Nëse dikush në këto momente e vjen dyshim nëse e ka njërin ose tjetrën, si mund ta dallojë? Ankthi, siç e përmenda, ato simptomat janë më shumë dridhje, mungesë për... themi se është më shumë fizike, shfaqet më shumë fizikisht? Jo, edhe ajo frika është psiqike, frikë nga diçka që po ndodh, dhe realisht nuk ndodh asgjë, është
emocionale ajo. Besoj se kjo sjell pastaj edhe një lodhje. Tash shumicën e rasteve shkojnë të dyja bashkë edhe rrallë kemi ankth të izolum ose depresion të izolum, mirë po shenjat e depresionit janë ma shumë kognitive, mungesë përqëndrimi, këta persona edhe sikur t'ju flasësh, sikur se nuk janë prezent në moment, mandej ajo mungesa iniciativës, mungesa e dëshirës, mungesa e vullnetit, edhe kur ti shihni persona që në gjendje të rëndë depresive, e kanë pothuajse të njëjtën pamje, janë një farë afekti depresiv dhe apatik të pa interesuar për se çka po ndodh me rrethin jashtë. Ngjyrat cilat i veshin janë për t'u theksuar gjithmonë tërheqen nga ngjyrat e errta, ngjyrë hiri, e errët, e kafe, e zezë, sidomos ngjyrën e zezë personat në gjendje depresive e veshin shumë. Pse ndodh kjo? A është se nga ajo idea që po e lë fare se s'kam nerva të zgjedh diçka tjetër? Janë sinjale trunit, janë sinjale trunit, definitivisht. E lidhin gjendjen e tyre emocionale me një ngjyrë? Edhe shprehet nëpërmjet ngjyrave, definitivisht shprehet nëpërmjet ngjyrave. Besoj se edhe kjo që e përmendët se janë dëshirojnë që të qëndrojnë vetëm dhe simptomat e tjera të cilat e ju i përmendët, ka një fije të hollë ma merr mendja mes asaj që ndjehen të vetmuar dhe dëshirojnë që të rrinë vetëm. Si shpeshherë bëhemi konfuz në këtë mes, sepse ka raste kur personat të caktuar duan që të qëndrojnë vetëm, por nëse e marrin këtë hapësirë nga të tjerë, nga familjarët, nga partnerët, nga prindrit, shoqëria, kolegët, atëherë ndjehen të vetmuar. Shpeshherë paraqitet kjo ambivalenca, edhe pse janë të vetmuar, kanë atë nevojën dikush për t'i kuptuar, për t'i mbështetur. Në moment që ju ofrohet dikush për t'ju ofruar ndihmë, ata bëhen irritabil. Përderisa janë vetë kritik, edhe e dinë se diçka po ndodh në trurin e tyre, kërkojnë ndihmë, por në moment që humbaj vetë kritika, totalisht bëhen jo funksional, bile depresionet e thella shpeshherë i kemi të shoqëruar me simptoma psikotike që janë jo reale. Edhe shumë shpesh tek personat në gjendje depresive fatkeqësisht paraqiten edhe mendime negative, suicidale dhe autodestruktive. Meqense këto mendime suicidale mund të jenë dhe autodestruktive, është ndoshta kjo ideja e të larguarit nga të tjerë ndoshta një formë për t'i mbrojtur ato dhe për përdor thojza sepse nuk e di nëse është termi i duhur për ta përdorur, me atë idenë që më mirë po largohem se sa t'i bëj dëm dikujt. Personat me gjendje depresive, në qoftë se kanë mendime suicidale, nga praktika ime, zakonisht këto simptoma shfaqen për shkak për t'i dhënë fund vuajtjeve. Është një vujtje, definitivisht depresioni është një gjendje shumë e rëndë. Për t'i dhënë vujtje, për t'i dhënë përfundim vujtjeve, edhe për t'ia lehtësuar gjithashtu edhe jetën familjarëve, vendosin ta bëjnë një shkëputje. Ndonjëherë ato sjelljet autodestruktive nuk janë suicidale, janë vetëm një alarm se me mua diçka nuk është në rregull, edhe ju lutem më ndihmoni. Mirë po mungesa e kurajos për ta bërë këtë verbalisht bëhet me sjellje autodestruktive. A janë ankthit dhe depresioni, meqense këto të dyja i morën për shembull sot, të vërejtshme nga rrethi i këtyre personave? A janë gjithmonë të dukshme? Nëse janë simptomat më të thella, edhe në qoftë se individi është jo funksional, vërehen, mirë po simptomat e lehta janë pa vërejtshme. Si mund t'i ndihmojnë rrethit, mos i vë gishtin tani familjarët apo kolegët apo shoqëria, këtyre personave nëse vëren, qoftë edhe simptomat e lehta? Në këshillime, bisedime, neve edhe në psikiatri shumë shpesh e përdorim këtë mekanizmin e si jam unë, si jeti, para se me fillu me punë, pas kafës e bëjmë një bisedë për ndjenjat tona, edhe neve jemi njerëz, edhe nuk jemi të paprekshëm edhe nga këto çrregullime, edhe ndonjëherë kemi edhe neve simptome ankthi ose simptoma depresive, edhe mundohemi ta ndihmojmë njërin tjetrin me biseda, të flasim hapur, do të fliturit hapur për këto shenja i redukton vetë simptomet. Pastaj në qoftë se vërehet se
simptomat janë më të thella, pse jo të vizitohet edhe mjeku, psikologu edhe psikiatri. Vazhdojt me psikoterapi, sipas nevojës edhe trajtim medikamentos. Kur flasim për trajtimin, çfarë preferohet më tepër nga ana juaj? Ose si shkojnë ato me etapa? E përmendëm pak a shumë, psikoterapia është shumë e përshtatshme për gjendjet e ankthit, po edhe gjendje depresive, edhe në ato rastet më të rënda kur janë të pamenaxhueshme simptomat me teknika të ndryshme, preferohet edhe trajtim medikamentos i shkurt, edhe ndonjëherë sipas nevojës të merret ndonjë anksiolitik që të ulen simptomet, për shkak se ndoshta keni ndëgju ose keni për sulmet e panikut, cilat i ngjasojnë një ataku kardiak. Edhe në gjendje të tillë personi mendon se po vdes. Një tablet, një anksiolitik në dozë të vogël mund ta qetëson për disa minuta. Dhe gjithmonë, të gjitha këto që i përmendëm të merren gjithmonë me rekomandimin e mjekëve. Patjetër, asnjëherë të mos abuzohen as antidepresiv, e sidomos jo anksiolitik. Për shkak se edhe varfshmëria ndaj anksiolitikëve është shumë e madhe. Përmendet që në fillim se truri është i krijuar ashtu që të mund të fokusohet në një gjë e ta bëjë mirë atë që e ka fokusi për momentin. Por në jetën tonë të përditshme ne jemi duke bërë multitasking gjatë gjithë kohës. Bëjmë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Si ndikon kjo në shëndetin tonë mendor? Është mbi ngarkesë, pastaj kur ndahet fokusi edhe gabimet profesionale ose cilat do të janë më të mëdha, zvogëlohet performanca, shfaqen simptoma shqetësimi, se nuk mund me i arrit gjitha për njëherë, edhe multitasking është armiku i ankthit. Ndoshta edhe një nga shkaktarët kryesor. Po, definitivisht po. Rrallë shohim për diçmëri një person i cili është i fokusuar vetëm me një punë, le të themi. Nga një punë vjen tek puna tjetër, në punë ballafaqohet me disa probleme të vogla dhe ta rregulloj këtë, gjitha këto çojnë deri te paraqitjet e simptomave të ankthit. Është një zinxhir pra. Definitivisht. A është ndoshta një hallkë e këtij zinxhiri edhe ajo ideja për të qenë të mirë në gjithçka që bëjmë, dhe pse bëjmë shumë gjëra në të njëjtën kohë? Po, patjetër. Sidomos në krahasimi me të tjerët. Ai e arriti pse mos e arrison? Edhe ulet aty vetbesimi, vetvlerësimi, ai ka mund, unë nuk mundem. Pse nuk mundem unë? Pse nuk mundem unë? Komparacioni ka fillu të bëhet edhe patologjik. Duhet ketë atë shpirtin kompetitiv, nuk duhet ta humbim asnjëherë që të ngritemi edhe të rritemi, të zhvillohemi edhe profesionalisht edhe si njerëz, mirë po në suaza fiziologjike, derisa bëhet patologjik, atëherë vetëm se nuk është i shëndosh, po ndikon edhe në çrregullimin e simptomave psiqike. Ne themi gjithmonë se, siç e përmendëm, shëndet nuk është vetëm mirëqenia e shëndetit fizik, por edhe psiqik. Po si lidhen këto të dyja? Dhe tani për të pasur një shëndet të mirë fizik, gjithmonë themi se duhet të kemi një stil jetese të shëndetshme, të ham mirë, të bëjmë ushtrime fizike dhe kështu me radhë. Janë këshillat të cilat i dëgjojmë çdo ditë, dhe pse jo gjithmonë i zbatojmë dhe jo gjithmonë i kemi parasysh. Po për shëndetin mendor, a ndikojnë të njëjtat këto këshilla? Definitivisht vlen të njëjtat, në qoftë se ushqimi është i shëndetshëm, rutina ditore, aktivitete fizike, fitness ose vrapim, të gjitha këto nisoj siç ndikojnë tek shëndeti fizik, ndikojnë pozitivisht edhe tek shëndeti mendor. Edhe neve gjithmonë ju rekomandojmë pacientëve që të merren me ndonjë aktivitet fizik, edhe gjithashtu rekomandojmë edhe ushqim të shëndetshëm, për shkak se qysh kanë ndikim në shëndetin somatik, gjithashtu kanë ndikim edhe në shëndetin mendor, po gjithashtu mbushet edhe ajo periudha kohore kur individet ndihen se nuk kanë çfarë të bëjnë, edhe neve rekomandojmë yoga ose fitness ose varësisht ku e kanë fokusin. Një metodë e mirë kjo, interesante. Mund të trajtohet plotësisht ankthi ose depresioni, ose thjesht njeriu mësohet si ta menaxhojë ato? Ankthi është gjendje e trajtueshme, edhe atë trajtohet me sukses. Rastet pak më të komplikume kanë nevojë për një mbështetje më të madhe me psikoterapi,
ndonjëherë edhe me trajtim medikamentos, po të njëjtat vlen edhe për depresionin. Në qoftë se ankthi është vazhdimsi, do të ta themi ankth kronik, individi mësohet edhe si ti menaxhoj simptomat. Si mund dikush të menaxhoj vetë pa e kërkuar përpara se të kërkojë ndihmë? Teknikat e frymarrjes, relaksimi i muskujve, gjithmonë ju themi individëve që të fillojnë me shtrëngimin edhe relaksimin e muskujve nga koka deri te këmbët. Pastaj teknikat e frymarrjes, unë mundohem me ja u thjeshtësu pacientëve të mi edhe thamë paramendo se e ke lulën tënde të preferume me aromën tënde të preferume. Thamë mbushi mushkënit me atë erën e mirë, me atë aromën e mirë. Edhe mbushet individi në frym, do thotë i mbush mushkërit, them tash mbaje pak, mbaje në trup. Edhe mban me sy mbyllur, tani them mendo që e ke një dandelion, një lule që i frym, edhe them tash fryme gjithë kapacitetin që e ke. Edhe kështu fillon edhe reduktohen edhe simptomat e ankthit, ajo dridhja, ajo skuqja, ajo shqetësimi, tensioni muskulor. Kjo duket edhe si një metodë meditimi, më duket mua. Kështu që jo më kohë të përmendëm dhe tek ato gjëra që mund të bëjnë këto persona. Ne kemi ardhur drejt fundit dhe përpara se të kalojmë në pjesën tonë të fundit, në rubrikën Pyet mjeku, ku të gjithë shikuesit tanë kanë parashtuar disa pyetje për ju, ne do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi më njëherë pas pak me rubrikën tonë për përfundim të emisionit. Ja të kemi sërish së bashku me rubrikën tonë para përfundimit të emisionit. Disa nga shikuesit tanë kanë parashtruar disa pyetje për ju dhe do mundohemi që ti përgjigjemi disa prej tyre tani. Dhe pse besoj se deri diku i përshtjelluam dhe ju kemi dhënë përgjigje. Një pyetje që ka ardhur para redaksis tonë thot: Doktor, kohët e fundit ndjej lodhje të vazhdueshme, edhe kur nuk bëj ndonjë punë të rëndë, nuk kam energji as për njerëzit që dua. A është kjo ankth apo thjesht lodhje nga jeta? Kjo lodhje nga jeta e përdorim aq shumë, çfarë ke më ka lodhur jeta? Pse e përdorim nga shumë? Pse ndjehemi kaq të lodhur nga jeta? Definitivisht është simptom edhe i ankthit. Që do thotë personi në fjalë me siguri po përjeton edhe simptoma tjera për cilët ndoshta edhe nuk është i vetëdijshëm. Mirë po kjo pagjumësia dhe lodhja kronike janë simptomat ankthit. Pyetja tjetër thot: kam filluar të zgjohem natën me mendime të këqija dhe zemra më rre shpejt pa arsye. Ndihem sikur diçka e keqe do të ndodh. Çfarë po më ndodh? Edhe këtë gjatë bisedës e shtjelluam, pagjumësia ose çrregullimet e gjumit, një ritëm i shpejt i zemrës, një mendime negative dhe një frikë ose shqetësim, përsëri ka të bëjë me çrregullimit të ankthit. Kam humbur dëshirën për të dalë, për të folur me njerëz, madje edhe për gjëra që dikur më bënin të lumtur. A është kjo një shenjë depresioni? Janë shenja të cilat bëjnë pjesë tek simptomat e çrregullimeve depresive, definitivisht. Ajo apatia, mos interesimi të bërit të gjërave që dikur e kanë bërë të lumtur, janë shenja depresive. Tashmë në kohën të cilën jetojmë dhe me praninë e AI në jetën tonë, besoj se i fusim të gjitha këto simptoma dhe na nxjerr ChatGPT-ja një diagnozë. Rekomandimi im është që le bisedojnë me ChatGPT-n, po mos ta marrin aq të mirëqen, për shkak se ndonjëherë edhe egzagerohen edhe simptomat, edhe ndoshta diçka që duhet për t'ja dhënë si informacion nuk ja jep, edhe mund të vendoset një diagnozë e cila realisht nuk është e tillë. Prapse them konsulte me profesionisht, me psikolog ose me psikiatër. Definitivisht është gjëja e duhur. Sa më pak të përdoret ChatGPT. Kjo është një këshill që kanë filluar të gjithë mjekët në këtë studio ta japin. Kështu që besoj se e keni marrë mesazhin tuaj. Një pyetje tjetër thot: doktoresh, më ndodh të buzëqesh para të gjithëve, por ndihem brenda bosh. A është normale të fshihet kaq shumë dhimbje? Dhe kjo është mekanizëm mbrojtës. Sepse, më falni që ndërpres, sepse e tham se njerëzit të cilët kanë një ankth, kanë një depresion, kanë një gjendje jo të mirë psiqike brenda vetes, e shfaqin atë, por ka edhe rasti kur nuk e shfaqin. Pra, buzëqeshja funksionojnë normalisht, por brenda për brenda nuk janë ato të cilët shfaqen. E quajmë depresion funksional. Ta persona funksionojnë, i shfrytëzojnë gjitha kapacitetet, mekanizmat mbrojtës, mundohen para të tjerëve që të tregojnë se nuk manifestojnë asnjë
simptom ose shenjë depresive, mirë po brenda vetës harxhohen definitivisht. Është gjendje depresive, duhet kërkohet ndihmë për shkak se këta mekanizma me kalimin e kohës harxhohen, edhe gjithashtu personin fjalë mundet me dekompenzu, neve thojmë dekompenzim. Paraqiten shenja më të rënda, gjithashtu edhe mundet të përfundoj edhe në gjendje psikotike. Gjithsesi duhet theksuar se nuk ka asgjë të keqe që të ndjehemi keq dhe të ndajmë këtë shqetësim tonin të brendshëm me njerëzit tonë të afërt. Ashtu si që e ndajmë se kemi dhimbje muskulore, se dhimbje të eshtrave, gjithashtu edhe dhimbje emocionale. Duhet flitet edhe duhet ndahet. Në mos me familjar, me miq, me shok, me shoqe, po pse jo edhe me profesionist. Është po aq e rëndësishme që të vizitohet psikologu ose psikiatri, njësoj si që vizitojmë kardiologun ose ortopedin ose kirurgun. Me duke sikur kemi një rrugë të gjatë para për këtë, por jemi në rrugën e duhur. Mendoj se kemi fillu me hapat ngadalë, mirë po të sigurt. Kjo ka rëndësi. Kam filluar të nervozohem për gjëra të vogla dhe pastaj pendohem, ndihem sikur nuk po e kontrolloj më veten. Çfarë mund të bëj? Kjo është irritim, gjendje irritabile, pastaj edhe sjelljet janë impulsive. Ndodhin gjatë lodhjes kronike, stresit kronik, ndodhin edhe gjatë çrregullimeve të ankthit edhe çrregullimeve depresive, një konsult me profesionist, patjetër. Terapi. Një pyetje tjetër thotë, nuk arrit të pushoj pa ndier faj, edhe kur kam kohë të lirë, truri nuk më ndalet. Pse ndodh kjo? Kjo sigurt ka nga ndonjë student, se s'ka mundësi. Overthinking. Sepse gjatë gjithë kohës, sidomos tek studentët e kam vërejtur që dhe tek ata të cilët punojnë gjatë gjithë kohës, se nëse rrinë, marrin pak kohë për veten e tyre. Nuk janë produktiv. Po, ndjehen keq. E di, pse ndodh kjo? Nuk është gjendje që nuk mund ndodhe edhe mua, në moment që vendosi që të pushoj, për shkak se kam edhe 2 vajza, edhe i marr nga shkolla, rrim bashkë në sallën, thëm, vetëm 2 minuta të pushoj une, e di se ndje veten me faj pse nuk jam me të atë kohën e lirë, të vogël që e kam që t'ja kushtoj. Është mekanizëm i mbrojtës i organizmit, mirë po ajo ndjenja e fajt edhe nuk duhet shfaqet. Neve për të qenë me shëndet të plot, duhet edhe të pushojmë. Organizmi ka nevojë për gjumë, ka nevojë për ushqim, janë instikte bazike që duhet normale. Po, janë normale dhe edhe pushimi, edhe gjumi, edhe ndonjë hobi, të thotë duhet ja lejojmë vetës. Edhe mos ta ndjejmë absolutisht. Definitivisht self-care is not selfish. Do me thënë, kujdesi për veten nuk është egoizëm. Bile duhet kujdesi me shumë për veten që t'jemi mirë edhe me të tjerët. Që të mundemi pastaj të ndihmojmë edhe të tjerëve nëse kanë nevojë ndihmën patjetër. Doktor, shumë ju falenderoj shumë për gjitha këto informacione dhe për këto këshilla mbi të gjitha. Shpresoj që të kemi arritur t'ju kemi ndihmuar sa do pak të gjitha atyre që janë duke na ndjekur në këto momente dhe besoj se ju jeni aty për gjitha pyetjet dhe për gjitha konsultat ndaj të gjitha atyre që mendojnë se duhet të drejtohen tek një profesionist apo jo. Patjetër, faleminderit shumë për ftesën edhe hapësirën për të shprehur gjitha këto halle. Ishte kënaqësi.